E nisën si kamping me çadra, por e përfunduan me një organizim të madh me pjesëmarrje të mira të rinjve, jo vetëm nga Gjakova. Për 2 net me radhë, këtu performuan DJ nga vendi e jashtë, e organizatorët u shprehen se janë të kënaqur me qëndrimin e të rinjve dhe rregullin që po mbretëron. Ky program ka nisë për ditën e Evropës, masi edhe na si Kosovë kena nevojë për Evropë, çdo herë fest, pushim. Atë kërë për i dotërive shokëve të mirë, edhe na si të ri që jena me një organizat për të rinë, kena me një bo një party, një lloj festivali me 2 zhanët muzikës, ku ka me pas rock edhe house, elektro. Ku në ata parë ka më konë rock, kanë me marrë pjesë grupet si grupi Pojken Lako, Jericho, Olbi Gjepa në bend edhe Florenta Brashi. Ky festival ka më konë edhe festival tradicional, ku çdo vjet për ditë të Evropës ka më konë çdo 2 ditë ose edhe 3 ditë kena mi po ama ka më konë me risi të reja. Por jo vetëm të rinj, këtu pan edhe mosha të ndryshme, adhurues të muzikës e politikan. Kjo është një shembull shumë i mirë se rinia Kosovës, rinia Gjakovës, Kosova, Gjakova i plotësojnë kriteret me qenë pjesë e Evropës dhe mendoj që jemi shembull i vetëm në këtë që kemë bërë një organizim shumë madhështor për ditën e Evropës. Kështu din të organizojnë vetëm gjakovarët, thanë disa nga të rinjt e qyteteve të tjera të Kosovës. Spori i përgëzoj organizatorët që shënë shumë të mirë, kanë organizuar një festival të mirë. Gjakovës i ka vyt diçka e tillë, po mendoj që vazhdon ky festival kështu jo vetëm me këto, po edhe me tjerat. Muzika dhe kënaqësia e qëndrimit në natyrë deri në orët e mëngjesit për 2 net me radhë bëri që kjo atmosferë të kënaqë në maksimum dëshirat e rinisë. Por gjatë gjithë kohës u pan edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët u kujdesen që eventi të shkojë sa më mbar.